Shteti nuk mund të sillet si spektator në një treg hidrokarburesh që prek drejt për drejt koston e jetesës. Kjo nuk do të thot domosdoshmërisht vendosje artificiale e çmimeve në çdo rast. Do të thot monitorimi fort, hetimi praktikave të dyshimta, publikimi rregullt i të dhënave dhe kontrolli qartë mbi elementët që rëndojnë çmimin final. Ka një debat të vlefshëm këtu. Nga njëra anë, ndërhyrja e tepërt shtetërore mund të deformojë tregun dhe të sjellë pasoja të tjera, sidomos në furnizim. Nga ana tjetër, mungesa e kontrollit në një treg të përqendruar mund të prodhojë fitime të pamerituara në kurriz të publikut. Pra zgjidhja nuk është as propaganda e tregut të lirë me sy të mbyllur, as populizmi me masa të çastit. Zgjidhja është rregull serioz dhe transparencë pa mjegull. Në një vend ku qytetari paguan shtrenjtë pothuajse për çdo hallk të energjisë dhe transportit, qeveria ka detyrim të flasë me shifra, jo me slogane. Sa është pesha reale e taksave? Sa janë marzhet? Sa shpejt reflektojnë lëvizjet ndërkombëtare? Kush kontrollohet dhe me çfarë rezultati? Këto janë pyetjet që vlejnë. Si ta lexoj qytetari këtë treg pa rënë pre propagandës? Së pari, duhet parë prirja dhe jo vetëm dita. Një ndryshim i vogël i përditshëm mund të jetë teknik, por një seri rritjesh të njëpasnjëshme ka efekt të akumuluar. Së dyti, duhet ndjekur dallimi mes çmimit ndërkombëtar të produktit dhe asaj që ndodh në tregun vendas. Nëse ndeku mbetet i madh për kohë të gjatë, atëherë ka vend për dyshim dhe për kërkesa llogarie. Së treti, qytetari duhet jetë i vetëdijshëm se jo çdo ulje e çmimit të naftës bruto përkthehet menjëherë në uljet e pompa. Ka kohë furnizimi, stok dhe kontrata, por kjo nuk mund të përdoret pafund si justifikim universal. Kur justifikimi kthehet në rutinë, mbikëqyrja duhet të bëhet më agresive. Për median, përfshir një redaksi si CNA, kjo mbetet temë që nuk duhet trajtuar si njoftim mekanik ditor. Pas çdo tabele me çmime ka një histori me taksa, fitime, barr për familje dhe përgjegjësi politike. Pikërisht aty nis gazetaria që i hyn thelbit. Çfarë pritet në vijim? Parashikimi për karburantet është gjithmonë me rezervë, sepse mjafton një zhvillim i fortë ndërkombëtar për të ndryshuar kursin. Nëse tensionet gjeopolitike rriten, nëse oferta globale shtrëngohet ose nëse dollari forcohet më tej, presioni mbi çmimet mund të vazhdojë. Nëse ndodhe kundërta, ka hapësirë për lehtësim. Por pyetja kryesore për Shqipërinë mbetet tjetër kund. A do ta ndjejë qytetari uljen me të njëjtën shpejtësi me të cilën ndjen rritjen? Ky është testi i vërtet i tregut dhe institucioneve. Jo sa bukur justifikohet shtrenjtimi, por sa ndershmërisht reflektohet lirimi. Deri atëherë, kur të shihni çmimet e karburantit sot, mos e lexoni vetëm si shifër. Lexojeni si pasqyrë të një ekonomie ku konsumatori vazhdon të paguajë pari dhe të sqarohet i fundit.